Malezi ka një rryp bregdetar, jo vi bregdetare. Se Malezis ka as naftë, as minerale, as burime të... Gur zika. Natyrore dhe njerëzore. Ka vetëm ca gur që i ka kthyer në trashëgimi kulturore dhe i shfrytëzon. Bravo i qoftë. Ne nuk shfrytëzojmë dot arin që kemi të fshehur. Se ne nuk shfrytëzojmë. Kush është ari ynë i fshehur, më i madh? Janë burimet njerëzore. Ju kujtohet, a keni qenë vetë juve? Sa njerëz gjete gjatë Covidit? Ju vetë personalisht dhe sa mjek të shkëlqyer në përbot? Sa mjek gjetët jashtë vendit? Sa? Sa duhet? Sa mjek gjetët? Sa? Mbusheshin 10 spitale të Shqipërisë, pa egzagerim, apo gënjejnë këtë rast. Po që ishin gjithë drejtues në spitalet europiane? Dhe ishin shefa pavioni. Ose ishin CEO, pra ose ishin drejtor për ta thënë në Shqip, ose ishin shefa pavionës, ose ishin shefa të kërkimeve, që ne na nevojiten shumë. Se ne duam të bëjmë kërkim shkencor, po s'kemi ata njerëz. Po mjafton një emër për këtë, dëgjoj, mjafton një emër. Në një botë ku indianët dhe kinezët kanë zaptuar shkencat eksakte, kulmi i teknologjisë planetare, maksimumi i arritur nga njeriu, është një gocë kretë normale për ne, si Mira Murati. Sigurisht, por ata që Mira mos harroni një gjë, që si Mira ka ata të tjerët janë shumë mira, që janë shumë të mira që zbatojnë idetë e mirës. Se problemi është ju tha pse pranojnë ekselentët. Po kush i zbatojnë idetë e tyre? Analfabetët funksional. Ne kemi në administrat, për fat të keq, për shkak të politikave arsimore, analfabetët funksional se u bën 12 kjo punë. Analfabetët funksional kanë vajtur në administrat. Janë administrat. E ditit që ka me qindra njerëz që vjen, i thonë, am takon, të takon thot, po unë se interpretoj dot. A vërtet. E kupton të ashtin? Keni emisionin tuaj, shko me emisionin tuaj dhe gjej. Piranja, sa raste ka patur? Në shumë e zakonshme kjo që të zyrtarët nuk t'japin do të përgjigje edhe pse e din që të takon. Një gjë, x. Po janë analfabet funksional. Troç, unë po e them troç. Unë nuk dua t'i bija në shanat. Ti them që jo po s'duan, jo po... Janë analfabet funksional, më zotri. Sepse s'mundesh ti sot, s'mundesh do ti, sot, shiko, që bëj një pyetje. A dini kush është drejtoresha, drejtoresh Zëvaje, pas ngjarjes që i ndodhi djalit këtu? E keni pasur ngjarjen tragjike të Panolit, se nuk do të lëndoj plagët e aty. Drejtoresha Zëvase, di çfarë bë? Çfarë bë? Drejtoresha rajonale të Tiranës. U gradua. Dhe e dini kush është? A dini kush është? është ish drejtoresha e operatorit të kujdesit shëndetësor. Tiranë. Bora Sala. Pra ish drejtoresha dhe ju më thua ka vënd për ekselentët. Pra ti e merr nga mjekësia, shkojnë në mbledhjen e parë, Flavio, se kjo s'është mua bet kafene, po them, po është e vërtet, shkojnë në mbledhjen e parë, dhe po thoshe se ne të mjekësis, dikush e tundi në dora, dhe tha, o, më falni se kam gatruar dikaster. Pra po u fliste mësuese për mjekësin. A e kuptoni ku kemi arritur? Ne morëm drejtoreshën e depos farmaceutike të Tiranës, më fani, punojsen jo drejtoreshe, drejtoreshe të gjë e madhe, punojsen dhe e bëm drejtoresh shkolle. Morëm aktore e Portokallis dhe e bëm drejtoresh të shkolla 1 Maj. Tani, më falë, ku ka vëmë për ekselentët? Përse do t'i ekselenti? Ekselenti nuk vjetë. Ekselenti nuk bën tendera sekret. Ekselenti nuk të lë që të grabitësh prindin e ti, të grabitësh gjyshin e ti, të grabitësh ilaçet të sëmurit. Nuk të lë ekselenti për këtë punë. S'të lë, se ka ndjen qytetaraj, se ai ka fituar me djerës të gjitha. Panorama më e qartë e mundshme ishte kjo. Se i ka zënë, si shtot populli, me nderja kallo. Për ta thënë fare hapur. Sepse ekselenti, ju e dini shumë mirë, që të vesh të punosh që të jesh ekselent, nuk do dalësh dot në rrugë, s'do vesh me shokët në kafe, s'do vesh në pub, edhe të gëzihesh të natën. Pra ky i ka hequr disa kënaqësi vetes, dhe ti në fund i thua, ai bën këto, po, rrit. Ke vetëm një rrugë, shko jashtë. Mblidh plaçkat, vëj në një valiqe dhe përmes lotëve, duke të përcjell me lot nëna dhe duke thënë nën zë, i ko birë, thot, se
më mirë të qaj malli se sa halli, se këtu s'bëhe. Kështu e ka ta ndisëm ne këtë vënd. Ose mësa këta që qeverisin. Dhe pastaj, sigurisht që me gradë me plaka do mbritet ai në takime, se të rinjë s'kam. Ku i gjenë të rinjë më? Kam përshtypjen se nuk ka nevojë për asnjë fjalë tjetër, zoti